Historiani zviceran Oliver Jens Schmidt ka thënë se Evropa duhet që të ndryshojë politikën e jashtme dhe të përgatitet edhe për situatën më të keqe. Kjo sipas tij për shkak të politikës së re amerikane, që është e vështirë për të kuptuar. Ai thotë se nga kjo pjesë më e rrezikuar është Ballkani, ku siç thekson, Kosova, e cila sipas tij varet nga prezenca e trupave amerikane. Të gjithë ballafaqohemi me një politikë të SBA-s që është vështirë për ne ta kuptojmë. E gjithë Europa në këtë moment duhet ta ndryshojë politikën e jashtme. Është e qartë që po flitet për tërheqjen e trupave amerikane nga Europa dhe Kosova. Nuk mund të përjashtohet asgjë dhe çdo vend duhet që të përgatitet edhe për situatën më të keqe. Kosovën e kanë shpëtuar europianët dhe jo amerikanët, dhe sot gjendemi në të njëjtën situatë, domethënë me rastin e Ukrainës. Por kush mund të përjashtojë që pasi marrëveshje politika amerikane, nuk ka ide që të hyjë edhe në Ballkan. Pjesa më e rrezikuar nga të gjitha vendet e Ballkanit është Kosova, pasi që siguria këtu varet edhe nga prezenca e trupave amerikanë, ka deklaruar ai. Schmidt tha se të gjitha shtetet duhet që të përgatiten për luftë, por sipas tij Kosova gjendet në një situatë më delikate dhe ka rrezik nga Serbia. Krejt varet nga politika e presidentit amerikan. Asnjëri nuk e di çfarë do të bëjë nesër. Ky është një realitet politik i ri. Situata në Serbi po ashtu mund të ndryshojë dhe të krijojë një situatë e re, por vetëm pas rënies së presidentit Vučić, të gjitha shtetet duhet që të përgatiten edhe për një situatë më të rëndë, dhe kjo është lufta. Edhe në Zvicër flitet në mënyrë më të qartë, ne duhet që të përgatitemi për luftë. Kjo vlen për Zvicrën dhe fatkeqësisht kjo edhe për një vend si Kosova, e cila gjendet në një situatë më delikate se sa Zvicra. Kosova rrezikohet nga Serbia. Të gjithë varen nga politikat e Trumpit, sepse ai ka marrëdhënie shumë të ngushta me qasjet e Vučićit. Nuk është fjala për alarm, por është për përgatitje, ka deklaruar eksperti.